zgjedhje, do 11 shtator me kokën ullur, u betuan gjithë, kështu që lektë tani të lutem. Me kokën ullur, betuan. Pati iniciativë qytetare nga listat e hapura si bën pra. Po edhe të presim nga ata. Jo, e bën dhe me Partia politike është i varësh ujkut mëlçit një qafë. Ashtu. Nuk ka parti politike që do të dizenjojë një skemë zgjedhore që është në dizavantazh. Pse hyt ju partitë e vogla? Pse hyt ju? Jo. Pse hyt ju partitë e vogla? Flas për partitë e vogla, nuk po partitë e vogla jemi të reja. Pse hyt ju? Edhe Apo partitë. Po ju se nuk kanë hyrë. Në një kock këta të mëdhenj. Nuk kanë hyrë. Jo. Tani. Po si jo. Po ta themum pse hym. Po ti e ke të bindur, ti e ke skemën e qartë tani. Ti hyn për çfarë hyn? Nuk e kam skemën e qartë. Unë kam shkuar me 4 pika dhe ja kam vënë aty në komision të ligjeve dhe të reforma. Ku i ke ato 4 pika? Po, i kam. Depolitizimi i administratës zgjedhore, Shqipëria zonë zgjedhore. Ku i ke zotrin letër i ke? Jo letër, i kemi çuar listën legjislative. Je parlamenti më zotrin. 140 deputetë dhe kokën kokë të gjithë atje. Është parlament, kush nuk votoi? Votuan qytetarë, po çfarë tipin formulës që kanë lënë këta? Po çfarë bëjnë ata? 65.000 vota një mandat. Shiko, mos kush e ka fajin? E kanë fajin njerëzit apo e ka fajin formula? Sido që të jetë sistemi, po je partia me e votuar fiton pushtetin. Tani kur nuk ke vota, sistemi ose do të dëmtoj ose nuk do të dëmtoj. Po çelësi është, do bëhesh parti e parë, do bëhesh parti me e votuar dhe do marrësh pushtetin.